Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për të ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun e madhruar që të na lëson rrugën drejt tij dhe të na ndriçon deri në takimin me të. Bekimet e Allahut dhe lavdata qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. E vëllezër nderuar, po vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut azza wa xal me takimet e radhës të ditës së diele me emrat e bukur të Allahut azza wa xal. Dhe sikur që e kemi përmendur vazhdimisht, njohja e Allahut te bareke ve teala nuk është si çdo njohje. Të mësuarit për Zotin xhallahu ala nuk është si çdo mësim. Andaj edhe ndikimi i këtyre ligjëratave apo i këtyre mësimeve nuk është si çdo ndikim tjetër. Për këtë arsye ne shpresojmë që përmes këtyre mësimeve, përmes këtyre ligjëratave, përmes kësaj njohje për Zotin xhallahu ala me të vërtetë sikur që të mësuarit e emrave është specifik dhe i veçantë, edhe ndikimi dhe ndryshimi jon të jetë përmes këtyre emrave specifik dhe i veçantë. Përndryshe, sikur që njeriu e llogarit se është i nderuar dhe është i privilegjuar që ta njeh Allahun xhallahu ala, të mëson për të, në anën tjetër duhet ta dimë se edhe ky mësim tërhiq me vete përgjegjësi para Zotit xhallahu ala, nëse njeriu nuk tregohet i kujdesshëm përballë këtyre mësimeve, nëse këto mësime nuk e japin rezultatin e duhur në jetën e besimtarit. Prandaj unë dua që ne gjithmonë të ndruar të jemi të pajisur me përgjegjësi. Nga që sot fatkeqësisht fjala përgjegjësi është një prej fjalëve ndoshta prej fjalëve më të shpërfillura dhe që njerëzit janë më të pakujdesshëm këtë drejtim. Andaj çdo që do të thotë e gjen të ngarkuar me përgjegjësi caktuar, e vren se ai përballë kësaj përgjegjësie nuk ka përgjegjësi. E këto përgjegjësi padyshim janë të ndryshme, të lloj-llojshme, por ajo që neve na intereson është që përgjegjësia që kemi para Allahut azza wa xal të jetë e kryer si duhet, dhe të lirohemi nga barra e kësaj përgjegjësie faqebardh ditën e takimit me Allahun azza wa xal. Prandaj edhe kur ngritemi në mëngjes, edhe kur të falemi, edhe kur dalim nga shtëpia, edhe kur dim ligjërat, edhe kado që të shkojmë, ne duhet të dimë se në çdo vend, çdo hap ne bartim përgjegjësi. Andaj në xhami kemi përgjegjësi dhe apo sillemi konform dhe përballë kësaj përgjegjësie si duhet. Ne në rrugë dhe në familje kemi përgjegjësi, apo sillemi me këtë përgjegjësi si duhet. Në ligjërat kur vim, edhe këtu ka përgjegjësi, apo nuk është thjesht një ardhje, një ulje, rutinë mekanike, përfundoi, filloi, shku me kështu me radhë. Por kjo sill me vete përgjegjësi. Prandaj, ne si besimtarë kemi për obligim të ndëruar që gjithmonë ta kemi të ndezur vëmendjen dhe vetdijen për përgjegjësinë që kemi në çdo situatë dhe kudo qofshim. Nga se sikurse ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, çdo kush për juve i është dhënë besim që të kujdeset për diç. Dhe çdo kush do të jap përgjegjësi për atë që është dhënë kujdesje. Andaj na është dhënë kujdesje shëndeti jo, na është dhënë kujdesje pasuria, na është dhënë kujdesje familja, na është dhënë kujdesje imani, na është dhënë kujdesje kjo fe me rujt, na janë dhënë kujdesje këto informata, të gjitha këto na janë dhënë që të kujdesemi për to. Prandaj përballë gjitha këtyre kujdesjeve që na janë besuar dhe na janë dhënë, ta dimë se kemi përgjegjësi. Për këtë arsye edhe mendoj që çdo kush për neve duhet që të sillet me përgjegjësi përballë asaj që Zoti xhallahu ala ka ngarkuar. Dhe nëse ne sillemi si duhet me përgjegjësi, e atëherë padyshim se nuk do të mungon shpërblimi i madh nga ana e Allahut te bareke o teala të ne e synojmë dhe e shpresojmë do të ta fitojmë edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Prandaj edhe ajo që e ceka në fillim se mësimet për emrat e Allahut azza wa xal, njohja e Allahut te bareke o teala është begatia më e madhe që Zoti xhallahu ala ka mundsuar ndokujt. Dhe e ka nderuar ndokon për robëve të tij.
Andaj duke qenë se është privilegj, është nder, tërhiq me vete përgjegjësi. E ne do vazhdojmë me tutje sot me një emër të rrodhës për emrin e Allahut Azza wa Jall, i cili gjithashtu sikurse emri i kaluar nuk është i përmendur drejt për drejt në Kur'an, por është prej emrave që e ka emërtuar me to i dërguari sallallahu alaihi wasallam, dhe ne e dimë se sikur që është përmendur vazhdimisht të përmendurit apo të emërtuarit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Allahu xhallahu ala me ndonjë emër është sikurse të emërtuarit e Allahut vetë në tij me atë emër. Nga se i dërguari alayhi salatu wasalam nuk e emërton Allahun me diç pas ma që e ka mësuar Allahu te bareke ve taala, sikur që thot Allahu xhallahu xhelalu në Kur'an: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ai nuk flet nga hamendja e tij, por flet atë që i shpallet. Ajo që ai thot është shpallje që i shpallet. Andaj edhe ky emër i shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai na ka mësuar neve. Ky emër është për emrat Allahu xhallahu xhelalu, të cilët ndoshta në atë klasifikimin që e kemi përmendur të emrave të Allahu xhallahu ala, më tepër mund të klasifikohet në ato emra që neve na ushqejnë me dashuri ndaj Zotit xhallahu xhelalu. Sepse çdo emër ka këtë, por ky ndoshta është nga ata që në mënyrë më specifike dhe më të posaçme dhe më të veçantë e ushqejnë zemrën tonë me dashurinë ndaj Allahu xhallahu ala, dhe gjithashtu kuptimi i këtij emri drejt na mundson që të kuptojmë disa gjëra të tjera që janë të lidhura me vetë emrin. Andaj fjala është për emrin Allah xhallahu ala el-Jamil. Emri Allah xhallahu ala el-Jamil është për emrin e Allahut te bareke ve taala që thash nuk është përmend në Kur'an, por është përmend në hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Fjala apo emri el-Jamil vjen nga një shprehje në gjuhën arabe el-Jamal, që në qoftë se do ta përkthenim përkthim të lirë, i bie diçka që është e bukur, diçka që është elegante, diçka që është me shije. Andaj edhe e kundërta, për shembull, e fjalës el-Jamal ose el-Jamil është el-Qabih, diçka që është e shëmtuar, diçka që është e pahishme, diçka që është e rënd për shikimin, nuk është e këndshme. Për nga kjo rënd dhe nga ky kuptim rrjedh emri Allah xhallahu ala el-Jamil. E se i përket argumente që vërteton se Allah xhallahu ala ka këtë emër, është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, i cili thot se i dërguari sallallahu alaihi wasallam në një rast u drejtua ashabëve të tij dhe ju tha: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr." Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të hyjë në xhennet njeriu i cili ka sa një thërmi nga mendjemadhësia. Nuk hyjë në xhennet ai që ka në zemrën e tij sa një thërmi nga mendjemadhësia. Atëherë aty është prezant njeriu i cili do thotë kishte nevojë për t'ia qartësuar pak më tepër këtë fjalë të mendjemadhësisë. Dhe tha: "O i dërguari i Allahut, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana." O i dërguari i Allahut, ka njerëz që kanë dëshirë të kenë petkun dhe teshën e mirë, dhe kanë dëshirë që të mbathurat, këpucat e tyre i kanë të kenë të mira, të bukura. Apo edhe këtë ka pas përshtim me pyet sa thua vallë, a bën pjesë edhe kjo në këtë kibër që po na tërheq vërejtën për saj? Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Ktu e emërtoi Allahun me Jamil. Andaj kur njëri pyeti për teshat e bukura, pamjen e mirë, elegancën e veshje, bukurinë, atëherë ja kthej se Allahu është i Jamil. Allahu është i bukur dhe e don të bukurën. Ndërsa i përket paqartësisë që i ka ndaj kibrit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El-kibru", ndërsa kibri çka është mendjemadhësia, çka është realisht mendjemadhësia, tha: "Batarul haqqi wa ghamtun nas", tha refuzimi i të vërtetës dhe përbuzja e njerëzve. Kjo është kibër. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e emërton Allahun me emrin El-Jamil. Dhe kjo është padyshim një argument i mjaftueshëm për neve se Allahu xhallahu ala e ka këtë emër. Në këtë hadith, sikur që e vreni vëllezëruar,
Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na mëson një gjë përveç argumentit në këtë hadith që është se Allah xhallahu ala është i bukur ose vërtetimi se Allah ka emrin Xhemil, këtu kemi edhe një mësim tjetër të madh në këtë hadith. Se ka shumë gjëra, ka shumë përkufizime, ka shumë terme, të cilat ndoshta ne nuk mund t'i kuptojmë si duhet, ose ne mund t'i japim kahjen jo duhur. Ndërsa shariati ka pas përshtim diçka tjetër. Prandaj ne kemi nevojë që të gjitha ato terme që i përdorim, qoftë në lavdrim dhe në vlerësim, apo qoftë në qortim dhe shëmtim, të gjitha këto të jenë të përkufizuara me përkufizim shariatik. Nga se nuk është hera e parë që i dërguari sallallahu alaihi wasallam i jep kahje tjetër komplet një termi që gjysisht do të thotë mund të kuptohet në kahje tjetër. Për shembull, kibër, mendje madhësi, a mund të jetë mendje madhësi tesha e mirë? Mund të jetë. A mund të jetë njëri mendje madh, do të thotë me pamjen dhe dukjen e tij, mund të jetë. Mirë, po kjo është relative, mund të jetë edhe mund të mos jetë. Atëri i dërguari sa ka përmend ato që e përkufizon kur është mendjemadhësi e kur nuk është mendjemadhësi. Apo nga se është marrë me në qëllimin final, është marrë me rezultatin e kësaj vepre. E që nuk do të thotë detyrimisht që arrihet deri atje përmes teshës mirë. Mund të arrihet ndryshe, mund mos jetë tesha fare në kombinim, e që njëri mund bie në kibër. Andaj ka thonë batarul haq. Batarul haq do të thotë mos pranimi i të vërtetës. Mos gatishmëria për të ballavaçu me të vërtetën. Kur ajo e demaskon dikën, kur ajo e shfaq gabimin e dikujt, kur e vërteta qet në pa gabimin dhe lëshimin e dikujt, nuk është në gjendje të përballon me këtë vërtetë dhe refuzon. Apo, nga se nuk është në gjendje ta ul vetën e tij përballë të vërtetës. Nuk është në gjendje ta ul vetën e tij përballë realitetit që po i shfaqet në sy. S'është në gjendje. Atëherë e refuzon. Ai mund të thotë kjo s'më mendjemasi, nuk më rëndësi ta shtumo njeti, nuk ka këtë më rëndësi mu çka ai ndin. E rëndësishme është se veprimet e tillë shariati i thotë mendjemasi jepta. Dhe gamtu nas në çmime dhe përbuzja e njerëzve, me në çmu njerëzit në çfarë do lloj baze është kibër, është mendjemasi. Gjithashtu ju kujtohet në një hadith tjetër për shembull, ka shumë hadithe kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam i jep një kuptim të posaçëm kuptimi gjuhësor. Sikurse e dini, ka ndodhur në ndajat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe një ditë u tha ashabëve të tij, "E tadruna man al-muflis?" A dini kush është muflis? Muflis është ai i falimentuar, ai që ka humb, ka bankrotuar. Dhe ashabët i thanë, "El-muflisu fina ya Rasulullah, men la dinara lahu wala dirham." O dërguari i Allahut, muflis tek ne, do të thotë në kuptimin gjuhësor që ne e dim, është njeriu i cili nuk ka me të parët ajmo, s'ka as dinar as dirham, kur që s'ka, i ka humb gjitha. Atëherë i dërguari sallallahu alaihi wasallam tha el-muflisu, apo i falimentuar realisht në atë kuptimin që unë po e synoj, nuk është ky. Por falimentuar dhe i bankrotuar dhe i dështuar realisht është ai i cili vije me vepra të mëdha ditën e gjykimit, apo ndërsa e ka fyer kët, e ka ofenduar atë, e ka nënçmuar kët, ja ka marrë ti pasunin, ja ka uzurpuar këtij, apo dhe duke shpaguar gabimet e tij, nuk mbetet tek ai asnjë vepër e mirë që ka bën këtë botë apo. Do të falimenton ditën e gjykimit, atë ditë kur falimentimi kushton shumë shtrejt. Prandaj është shumë e rëndësishme që kuptimet e këtyre termeve, konceptet, me i marrë nga feja Allahut azza xal. Me i marrë nga përkufizimet që ja ka shariati, që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sikur që në këtë ditë kemi qartaz, do të thotë një përkufizim të ri, që njerëzit nuk e kanë ditë më herët. Nuk kanë ditë njerëzit çka është kibri çështo. Dikush ka përkufizim, dikush ka kibër është për shembull kjo kështu te dikush kështu. Sikurse tash na pa nëse pa ditë këtë hadith, dhe pa ndëgjuar fare këtë hadith, me e bën një lloj anketën në mesin tonë dhe me pyet, hajde na tregoni ju se çka është mendjemallësia.
Dhe të gjithë ndoshta do ta përkufizojnë me përkufizime ndryshme. Dikush e kishte përkufizuar me manifestimin e mendimazis, dikush me cilësitë e saj, dikush me një aspekt të saj, por ndoshta dhe padyshim nuk do të kishte mundësi kur me ja qellu bashkë kështu, me përkufizuar çka është mendimazia, sikur që ka përkufizuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ana këtu e ka përmend se inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Njeriu i cili zbukurohet, njeriu i cili do të thotë rregullohet, e don teshën e mirë, e don pamjen e bukur, e don të mbathurën e mirë, që nuk ka të bëjë me kibrin që po flasim për të. Por mund të përfshihet në të nëse përmes saj refuzohet e vërteta. Do të thotë pamja jashtme fizike, tesha luksoze, të bën që të ndihesh tash se dikush që nuk është në këtë pamje, nuk duket kështu, s'ka drejt me të këshillu. S'ka drejt me të kallëzuar se çka është e vërteta, apo? Dhe refuzon të vërtetën për shkak se vjen nga një palë që për ty është më ult, nuk meriton ai ty me thon kështu. E atëherë po, kjo tesh bëhet sebeb dhe mjet i mendimazisë. E mbathura bëhet mjet i mendimazisë. Gjithçka bëhet mjet i mendimazisë. Pa njëri duhet më urujt. Por Allahu është i bukur, xhamil dhe don të bukurën. E çfarë kuptimi ka emri Allahut El Xhamil në raport me Allahun Azza wa Jall, pasi që e vërtetuam se e paska këtë emër? Disa prej dietarëve kanë thënë se emri Allahu Xhallahu Ala El Xhamil, që është me kuptimin e asaj që është e bukur, me kuptimin e asaj që është e hijshme, me kuptimin e asaj që është me shije, apo i takon Allahu Xhallahu Ala ky emër me këto kuptime në hijen e ajetit kuranor lejse kemi thlihi shejun wa huwa as-samiul basir. Nuk i ngjon atij askush. Prandaj ja pohojmë Allahu Xhallahu Ala këtë emër, sikur që ja kemi pohuar shumë emra dhe shumë cilësi, pa u futur në detalet e kësaj dhe në mënyrën dhe në formën. Ka se na nuk e dim si është realisht këtë tek Allahu Xhallahu Ala, por e dim se çdo gjë, do të thotë, që e shohim në jetën tonë të bukur, e ka një krijues, i cili ja ka dhënë këtë bukuri. E ja ka dhënë këtë nga ajo që ajo është i bukur, nga ajo që ajo është i mirë. Prandaj kuptimi është në drejtim, sikurse e kuptojmë ne tamam gjë diçka që është e bukur, edhe ose e kuptojmë me të kundërt në saj. Nuk është e shëmtuar, apo nuk është e pahishme, nuk është gjë që e vran syrin dhe shirin, por është plot bukuri. Nëse disa prej dietarëve tjerë, kur e kanë kuptimin e emrit El Xhamil, kanë thënë se ky emër ka të bëjë më tepër me veprimet e Zotit e jo me qenin e tij. Apo do të thotë emri Allahut El Xhamil, do të thotë ai që u jep të tjerëve bukurinë, ai që i ka veprat e bukura, ai që e stolis njeriu me atë që është e bukur e kështu me radhë. Apo do të thotë në kuptim të veprimit, më tepër se sa në kuptim të qenies së tij që i takon ky emër apo. Por padyshim se kjo është pjesë e emrit Allahu Xhallahu Ala, por nuk mund të jetë krejt kjo ajo që ka të bëjë me këtë emër të Allahut te bareke ve teala. Prandaj Allahu Xhallahu Ala është i bukur, ashtu sikurse i takon atij. Ja pojmë Allahut Azza wa Jall këtë emër dhe atë që ka të bëjë me kuptimet e këtij emri në mënyrën dhe formën sikurse i takon Allahut te bareke ve teala. Pa u futur në detale si, do të thotë për të tentuar tash të bëhet ndonjë personifikim apo një iluzion çka nuk kupton bukuria është i bukur. Dhe kjo mjafton për neve. Nga se edhe ndoshta në përkthimin shqip fjala i bukur nuk është komplet e në përputhje me emrin e Allahu Xhallahu Ala El Xhamil. Por në këtë kuptim është, në këtë drejtim është, që ka të bëjë me atë që është e bukur, që është e pashme, e mirë, e kështu me radhë. Edhe vetë Ibn Qayyim rahimahullah do të thotë në librin e tij që ka Nunije, në poezinë e tij të gjatë ku prezanton akidën e Sunnetit, e përmend se emri Allahut El Xhamil është emri i Allahut te bareke ve teala dhe pohon se ky është emri i Allahu Xhallahu Ala për te dhe pastaj i ndërlidhur edhe me reflektimet e këtij emri në gjithësi dhe në kosmos, ku Allahu Xhallahu Ala çdo gjëje
i ka dhënë bukurinë e caktuar, nga sa ai është i bukur. Bukuria është e tij, apo dhe ai ka dhënë nga kjo bukuri aq sa don prej kësaj bukurie krijesave të tij. Kalojmë tek pika tjetër, do të thotë që ka të bëjë me këtë ligjërat, pas kuptimit të këtij emri, tek ajo që ka të bëjë me ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Fillimisht, pasi që mësuam se Allahu Azza wa Jall që i bukur dhe bukuria e tij është reale. Nuk ka nevojë të futemi në komente, nuk ka nevojë të futemi në analiza, nuk ka nevojë të futemi në kuptime që mund ta shtrembrojnë këtë emër të Allahut Azza wa Jall, pasi që Allahu Xhallahu Ala ja kemi pohuar drejt për drejt këtë emër pa shtemrime, atëherë kjo na bën që ta dojmë Allahun Xhallahu Xhelaluhu. Nga se sot njerëzit po sa të shohin diçka të bukur, apo me automatizëm e dojnë. Dhe po sa të shohin diçka të shëmtuar, me automatizëm e refuzojnë. Apo për shembull, a ke pa ndonjëherë ndonjë fëmijë të vogël kur e sheh? Por i ka pa Allahu Xhallahu Ala bukuri. Pse nuk e njeh se ke asgjë ndoshta, e shën në market dikun, e shën rrugë dikun, por e don. Pse është bukur. Ose sheh diçka, çka do qoftë prej, ndoshta mjeteve të ndryshme, çka do qoftë ai tjetër, njeriu është i krijuar i tillë nga natyrshmëria e tij e don të bukurën. Dhe nga natyrshmëria e tij ik dhe largohet nga ajo që është e shëmtuar dhe e keqe. Nëse kjo ka të bëjë me disa bukuri që thjesht janë bukuri dhe sri të kësaj bote, e që njerëzit i dojnë dhe lidhen me to për shkak të bukurisë, njohja jonë se Allah është i bukur dhe nga ai buron çdo gjë e bukur, sa duhet na bën që ta dojmë Allahun Xhallahu Ala dhe të lidhemi me të. Sa njerëz ka që në pamjen e parë janë lidh fuqimisht dhe zemra e tyre është lidh fuqimisht me diçka të bukur që ka pa. Qoftë do të thotë krijesë apo qoftë diçka nga bota materiale, nga dunjaja, do të thotë pasuri, çka do qoftë pamje e mirë, natyrë, çka do qoftë e bukur, i është lidh zemra për të. Aq shumë është lidh për të sa që ndoshta ka kaluar në shkallën e varësisë, nuk ka pas mundësi të jeton më pa të, pa të kështu me radhë. Prandaj Allahu Xhallahu Ala ka ndaluar që ne ta zgjatim shikimin ton përballë gjërave të tilla të cilat mund të na lidhin zemrën dhe mund të ngritin në nivelin e varësisë për ato gjëra. Sikur se ka urdhëruar Allahu Xhallahu Ala ta ulim shikimin apo përballë gjinisë tjetër, edhe për burra edhe për femra. Ule shikimin. Apo e padyshim se ulja e shikimit do të thotë ka të bëj me bukurinë. Nëse me që diçka shumë e shëmtuar, apo ndoshta nganjëherë ma interesant, e lehtë është të kalohet nëse e shikon se ul shikimin. Se nëse ul shikimin, shëtoni mund të bën vezvese se kush e di çu duket, apo kur e shet e kalon se s'ka diçka që lidhet zemra për të. Por po them, në përgjithësi, Allahu Xhallahu ka bërë që dy gjinit të ruhen mes vete nga se shikimi është ai i cili bën që të tërhiqen, shikimi bën që të lakmojnë, shikimi bën që të lidhen mes vete. Prandaj ka urdhëruar që të ulet shikimi. Dhe kjo nuk është sikur mund ta kuptojmë vetëm përballë njëri tjetrit si gjini, por Allahu Xhallahu Ala thotë mos e zgjat syrin dhe mos e zgjat shikimin përballë asaj që ne i kemi begatuar nga bukuritë dhe sëritë e kësaj bote. Andaj çdo gjë që dikon e ka begatuar nga kjo botë, çka do qoftë, kerr të mirë, shtëpi të mirë, çka do që i ka dhënë të mirë, ule shikimin. Nga se bukuria e asaj mund të mahnit dhe e mira e asaj dhe pamja e asaj e hijshme mund të lidh zemrën e pastaj njeriu Allah na ruajt duke lakmuar të bien haram, duke lakmuar të zbe përmend Allah Xhallahu Ala, duke lakmuar apo që ta lakmon pastaj edhe si e ka fituar ai atë, edhe si e shuzon ai atë. Dhe gjitha këto të jenë pasojë të rënda për besimtarin. Prandaj, nëse tash njeriu në këtë botë me një pamje lidhet fuqimisht për një pamje të bukur, çfarë do qoftë, me një shikim për shkak të bukurisë që ka pa, atëherë sa duhet të lidhemi
në qoftë se e shohim bukurinë Allah xhallahu ala me sytë e zemrës tonë. Me sytë e ballit nuk shihet Allah xhallahu në këtë botë. Shpresojmë ta shohim Allah xhallahu ala yawmul qiyama. Apo andaj paramendoj për shembull subhanallahu çdo gjë në këtë botë që është e bukur. Sa ka gjëra të bukura në këtë botë. Qoftë nga krijesa Allah xhallahu nga njerëzit, apo qoftë nga natyra e bukur, nga lumejt, nga gjelbrimi, qoftë nga qielli, qoftë nga çdo gjë e bukur që është në këtë botë, që Allah e ka krijuar. Paramendoj edhe bukurinë e xhenetit, si e ka përshuar Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo para tërë kjo bukuri kaq e madhe, apo absolutisht shumë bukuri e madhe, e tëra është nga bukuria e Allahut azza xal. Ai është i bukur, ja ka dhënë bukurinë. Dhe tërë këtë bukuri që u ka dhënë të gjitha këtyre krijesave nuk e kanë zbehur dhe nuk e kanë paksuar as pak bukurinë e Allahut xhallahu xhelaluhu. Prandaj kur njeriu e njeh Allahun xhallahu me këtë emër, sa lidhet zemra e tij për të, sa përmallohet për ta pa Allahun xhallahu xhelaluhu. Në kjo është pejgamberi që thash na shton dashurinë dhe na shton përmallimin për takimin me Allahun te bareke ve teala. Nga se njëtë në kësaj bote, njerëzit me ta përshu ty se është një vend shumë i bukur, ama shumë i bukur, dhe shumë e lavdrujnë, dhe shumë e përshuan në mënyrë të bukur. Apo? Dhe thonë, kime pa, po mas 2 javë. Si lidhet, edhe pse nuk e ke pa fare, edhe pse përshkrimi i tyre mund të jetë relativ. A çfarë ke thonë ti bukura? A mundon. Megjithatë, edhe pse është relativ, edhe pse ka mundësi të zhgënjesh, edhe pse ka mundësi që në përqindje të mëdha mos të jetë si është përshu, megjithatë, me automatizëm, subhanallahu, shfaqet në zemrën tënde një përmallim apo dhe një mallëngjim që mend i shpejt me shku me pa çfarë është ajo kaq bukur që i ka mahnit ta njerëz ato. Nëse kjo është kështu në këtë botë, atëra gjitha këto emra të bukur, emrat Esmaul Husna të bukur, që e kam përshkru dhe po na prezantojnë Allahun e bukur. Sa duhet mallëngjetet, përmallohet një besimtar me e pa këtë bukuri, me e pa këtë dritë kaq të madhe që Allahu xhallahu ala ka folur dhe ka përshuar vetën e tij dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka folur për ta. Prandaj ndikimi i këtij emri i nderuar është që na shton dashurinë për Allahun xhallahu ala, sikurse e thash në vjen në kësaj bote na shtohet dhe na krijohet një lloj dashurie për çdo gjë që është e bukur. Atëra përballë atij që buron për ti çdo e bukur dhe e ka krijuar të bukur, duhet të jetë dashuri e posaçme. Dhe nëse zemra e njerëzve lidhet me çdo që është e bukur, atëra sa do të më lidh kjo zemër për Allahun xhallahu xhelaluhu. Sa do të më lidh për Allahun xhallahu xhelaluhu. Prandaj, sikur që kemi përmendur në raste të tjera, për shembull kur njerëzit çfarë do gjenie qofshin, njerëz edhe burrat, njerëz edhe grahat, apo njerëz përfshihen të dy gjinit. Në pamje kur shihen, apo ndoshta kur s'janë pa. Ndodh që mes tyre të bëhet një lidhje aq e fuqishme, saqë nuk e paramendojnë me jetën pa njëri tjetrin apo. Mendojnë vazhdimisht për të. Dikush vjen nga njerëz të hoxh, pyetjet shumëta të dashurisë të rrajshme të kësaj bote, apo që e bën njeriu që mos ketë mundësi më as të flan, as të han, as të pin, apo nuk i rrihet më kurkun për shkak se ka pa ditë që tash çati është jeta e tij. Nuk paramendon jetën më pa këtë e kështu me radhë. Ti ku ndjen këto shprehje, apo a nuk e provokojnë tash të ti një tjetër reflektim diku tjetër? Apo ai për një pamje, për një fytyrë, apo të bukur që ka pa është lidh deri në këtë mas, saqë nuk e paramendon jetën më pa shikuar vazhdimisht në këtë fytyrë. Nuk e paramendon më. Nuk din çfarë kuptimi ka jeta më. Ajo bukuri ka shkaktuar edhe disponim, edhe kënaqësi, edhe lumturi, është bërë burim i jetës së mirë për të në këtë botë. Dhe në këtë mënyrë jeton shumica e rruzit toksor. Apo shumica e njerëzve në këtë botë. Shumica e njerëzve në këtë botë janë në dashuri me gjërat e bukura që i kanë punë këtë botë. Qoftë gjini tjetër apo çka do të qoftë nga kësaj bote, janë dashuri, s'un jetojnë pa të. I ka mahnit, i ka ma gjepsur bukuria dhe sëlia kësaj bote. Apo dhe janë lidhë fuqimisht me këtë dunja. Pse njerëz nuk dojnë me dojnë për kësaj bote? Për shkak të bukurive të saj, për shkak të solive të saj, i ka ma gjeps bukuria e saj. Dikën e ka ma gjeps bukuria vetvetes së tij, dikën bukuria dikujt tjetër, e dikën bukuria e shtëpisë e kështu me radhë.
i ka magjips këtë dashuri. Dhe i ka bërë që të lidhen shumë për te. Atëherë, kur sheti këta njerë shtut, kur shet këtë botë që kështu po jeton, që shumica e botës është në këtë dehje, janë të dehur, për balë bukurisë që e kam pa, atëherë, sa duhet të jemi ne të lidhur në varur, sa duhet tek ne të shfaqet kjo nevojë e madhe që nuk mundem pa Allahun xhallahu ala. A më i rrin dikush pa këtë bukuri? Apo a është e mundshme që njeriu të privohet nga të shikuarit në fytyrën e Allahut azza wa xal? Apo sa është e bukuri? Apo sa kanë më mahnit rabb të Allahut xhallahu ala yawmul qiyamah kur të largohet perdja të shfaqet Allahu xhallahu xalaluhu. Apo andaj çka është ajo që ne mendon? Sa është i bukur? Ka se ngaj për bukuria. Thash, jo tash imagjinata dhe jo tash lundrim drejt e qyshve kja. Nga se këtë e rahatuan fillim, si ta kanë njeriu të këtë me kuptun, nga se kursën e kupton. Sa të afrohesh, shumë ma tepër largohesh. Apo s'ki mundësi. Por këtë fuqi të ndikimit të këtij emri, mos e kthe në tendencën për ta formsu. Nëse nuk mundesh, por ktheje gjithë këtë fuqi të ndikimit të këtij emri në dashurinë për te, në lidhje me të, në mallëngjimin për te, apo në përmallimin për të takuar Allahun xhallahu ala. Prandaj dënimi më i madh njerëzit yawmul qiyamah që kanë më marr, dënimi më i madh është apo të privuarit nga shikimi në fytyrën e Allahut azza wa jalla. Dhe begatia më e madhe, begatia më e madhe e njerëzve ditën e gjykimit është mundësia me pa Allahun xhalla xhelaluhu. Kurrë nuk ka xheneti atë. Absolutisht. Kur është begatita së umetit të tij në krahasim me mundësinë me pa Allahun te bareke ve teala. Prandaj plot nga selefi kanë thënë se ma tabat ad-dunya illa bi dhikri. Kjo dunja nuk ka kur farshije pa përmendjen e Allahut azza wa jalla. Kur farshije s'ka. Pa përmendjen e Allahut xhallahu ala kur gjë është e shishme, kur është e ëmbël, asgjë nuk është e bukur pa përmendjen e Allahut xhallahu ala. Çfarë bukurie kanë shijuar ata njerëz në këtë botë? Çfarë lumturie kanë shikuar ata në këtë botë që gjuha e tyre nuk është lagur kur me emrin e Allahut xhallahu ala. Çka kanë shijuar ata? Çfarë ëmbëlsire kanë shijuar ata? Absolutisht asgjë vallahu. Ndërsa kanë thonë nuk ka shija ahireti pa pamjen e tij apo. Apo, nga se në këtë dunja i ka jap shije këtë botës, këtë jetës tonë i ka jap shije kush? Përmendja e tij. Ti e përmend dhe ndin thu se po e sheh. Apo ti e përmend dhe me zemrën tënde je i lidhur me të. Dhe i jap kuptim kësaj jete. E qetëson këtë zemër, largon problemet, largon telashet, apo largon brengat, përmendja e Allahut azza wa jalla. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Veç përmendja e tij qetëson nga gjitha shqetësimet, të largon të gjitha brengat, përmendja e Allahut azza wa jalla. E çfarë ta merr mendja apo kur kjo përmendje pastaj e largon perdën edhe sheh Allahun xhallahu ala, a mbetet më breng mo, a mbetet të lashë mo, a mbetet gale mo, kjo një herë. E paramendoj ata që kanë me pa Allahun xhallahu ala apo shumë më shpesh. Prandaj sa më shpesh e ke pa në këtë dunja me zemrën tënde, aq shpesh kimë pa në ahiret apo. Me kam pa njerëz që do ta shohin Allahun xhallahu ala, do të thotë çdo xumë, do të ketë aty që kanë me pa Allahun xhallahu ala çdo ditë. Nga se kjo është në bazë të gradave, dhe në bazë të niveleve që ka arrit robi. Por e rëndësishme është se gjithë banorët e xhenit kanë me pa Allahun xhallahu ala, por jo të gjithë kanë me pa njëjtë. Jo të gjithë kanë me pa shpesh njëjtë. Nga se kjo varet me lidhjen që ke pas me Allahun xhallahu ala, me këtë bukuri që ka pushtuar zemrën tënde, me këtë mallëngjim dhe përmallim që ke jetuar me të, me këtë kërkesë vazhdueshme për me pa, me takimet e vazhdueshme që ke pas në këtë dunja me të, përcaktojnë gjithashtu edhe takimet e ditën e gjykimit. Andaj ndikimi i parë i këtij emri i nderuar është që na shton dashurinë dhe na lidh me Allahun xhallahu ala më tepër që të kuptojmë se nëse njerëzit pa shumë gjëra të bukura nuk paramendojmë të jetojnë, atëherë ne të ndihemi kështu edhe më tepër se ne pa Allahun nuk mundemi. Dhe kjo të na bën që edhe në këtë botë ta shohim bukurinë e këtij pritimi,
por edhe ky përjetim i bukur na shpihet tek mallëngjimi dhe përmallimi për takimin me Allahun Azza wa Jall. Ndikimi i dytë i këtij emri është se Allahu xhallahu ala, sikur që përmendëm, duke qenë i bukur, ai ka dhënë bukuri çdo gjë që neve na rrethon. Edhe duhet besimtari gjithashtu që apo duke medituar në bukurinë e asaj që e rrethon, të arrin tek devotshmëria, të arrin tek njohja e Allahut te bareka ve taala. Në çdo s'ka mundsi këtë botë me apo bukurinë e Allahut azza xal, apo shikon gjërat e bukura që Allah i ka krijuar. Po në ato që është e lejuar, padyshim, jo sikurse disa njerëz shikojnë në fytyrën e gjinisë tjetër, apo në emër të asaj se nuk po shikojnë me epsh, por po meditojnë në krijimtarinë e Allahut azza xal, sa bukur ka krijuar. Apo kjo padyshim që vezvesja e shejtanit, nuk bën njëri kështu që shyr njëri në fytyrën e dikujt, edhe se kam për epsh, po e kam sikurse më kthyr në mal, në deti të bukur në lum. Edhe kjo është pjesë e kësaj që Allah ka krijuar e kështu me radhë. Andaj jo kështu. Mirë po, ka krijesa të bukura shumë që Allah ka krijuar, sikurse është krijimi i qiellit dhe i tokës, apo sa ka fryte të bukura, sa ka pamje të bukura, sa ka lule të bukura, sa ka zogj të bukura të tjera që Allah xhallahu ka krijuar, që mahnit duke shikuar. Edhe pse Ibn Taymi rahimullah ka përmend se shikuarit në këto që në rrethojnë, këto gjëra të bukura, apo për relaks dhe qetësim, apëton është për gjërave të kota të kësaj bote. Nëse nuk relaksohet njëri të këshyr lule, apo as nuk relaksohet njëri duke shikuar ndroj, por relaksohet duke përmend Allahun xhalla xhelaluhu. Nëse shikimin këto gjëra, nëse e bën që të shtohet imani, devotshmëria, dashuria ndaj Allahut xhallahu ala, atë këto e kanë frytin e duhur. Prandaj Allahu xhallahu ala kur përmend cilësit e robëve të mirë, dhe përmend se ata që alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ata që përmendin Allahun azza wa jall në këmbë, ulur, shtrit në çdo situatë. Wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard, ata edhe meditojnë, shikojnë në krijimin e qiellit dhe tokës. E çka i shpihet tash kjo? Kur ata meditojnë, kur ata shikojnë këto bukuri të qiellit dhe tokës, ku i shpihet kjo? I shpihet tek ky rezultat. Rabbana ma khalaqta hadha batila. O Zot, kjo kot s'është e krijuar, kjo e ka një qëllim. Ti kot s'krijon. Kjo e ka një mision, kjo e ka një rol në këtë botë. Subhanaka, i pasur je ti nga çdo emet, nuk krijon ti kot faqina adhaban nar, na ruaj nga zjarri i xhenemit, apo nga se mos njohja e qëllimit të krijimit që në xhenem. Mos njohja e këtij realiteti që në xhenem. Andaj Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta. O Zot, ti atë që fut në xhenem, ti atë ke poshnu. Ti atë ke nënçmu, ti atë ke përbuz. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dhe ata që kanë bërë padrejti nuk do të kenë përkras as ndihmtar atë ditën e takimit me Allahun xhallahu xhelalu. Prandaj të shumta gjërat e bukura që Allahu xhallahu i ka krijuar në këtë botë, njeriu duhet mediton rreth tyre për të shtuar devotshmëria, për të shtuar besimin, për të shtuar bindjen në Allahun xhallahu ala. E mbi gjitha, wallahi meditimi në veten e tij. Sikurse thot Allahu xhallahu ala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. O ti njeri, çka të mashtroi ty me ik për Zotit, çka? E kjo pyetje s'ka armë përgjigje. Cila bukuri, cila thirrje, cila ofertë të duk më interesant sa ja Allahut e shkova atje, cila? Kjo vallahi kjo është pyetja më e madhe e bërë njerëzimit të Allahut në herë. Zoti i gjithësisë, i cili këti ka në dorë, tonat joshje ka bu me xhennet, tonat argument e ka shpërndan krijesat e tij, që dëshmojnë bukurinë e tij, që dëshmojnë urtësinë e tij, që dëshmojnë mëshirën e tij, gjitha këto me radhë. Gjitha këto argumente, fakte, gjitha këto joshje, shpërblime, gjitha këto begati që vazhdimisht që njerit, çka të ka habit? Çka po duket më interesant se me artone, çka? Çka po duket më interesant se ti bindesh urdhave të mi, çka? Çka po duket më e shtrenjtë
Se sa takim me mua, çka? Nëse besimtari ditë për ditë ballavohet me këtë pyetje, apo wallahi kjo e vendos pa një përgjegjësi të madhe, pa një turp të madh pa Allah xhallahu ala, ku shën njerëzit për çka e shesin atë çka Allah xhallahu ala i ka ftuar ti përgjigjen e saj. E pastaj çka po të mashtron? Çka po të habit? Çka më interesant se Allah xhallahu ala? I cili alladhi khalaqak, që të ka kriju, edhe s'ka kriju gjithçysh. S'ka kriju në mënyra që të vështirësohet jeta. Po konstrukti fizik është në përputhje me shuzimin e negative. Apo me shuzimin e negative. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. I cili të ka krijuar fasawwak, të ka përsos, të ka përkry, të ka bo sawi, të ka bo, do të thotë, të pjekësh, tamam, komplet, s'ka mungu kur gjë. Në shiko Allah xhallahu ala, që nga dita e parë kur njeriu krijohet, po është i vogël, po gjymtyrët janë duke u forcuar. Mirë po, ja jap të gjitha për një herë nga se e përkryen krijimtarinë e tij. Para njerëz Allah na rujt, apo domthon njëri me kon, i cili nën muj në barku, nën veç kryti bëhet. Edhe tani çashtu dal veç me kry. Mas 2 vjet tani i dalin durt. Apo e mas 5 vjet tani fillon me dal një kom. E mas 20 vjet i dal koma tjetër. Çfarë kuptimi kemi pas jeta kështu Allah? Duke edhe kjo është krim, apo? Po nuk është përfundim i krimit, nuk është përsosje, përkryrje. Andaj Allah thot, ma garraka, çka të ka mashtruar që po ik pe Zoti i cili të ka kriju, të ka përkry, çuçi çdo, që sa mirë po dokësh. Fa adalak. Edhe gjithashtu, apo të ka bëu që të jesh i drejt. Jo tim punë të tuaja, po në konstruktin tënd fizik. Shikoj që ka krys do krijesa të tjera, shikoj që ka bëu tjetër në 2 komec, në 4 komec, nëse ai ka bëu zvarr me shkua, ty të ka bëu në forën më të bukur, të përsosur, të ka kriju. Apo? Andaj, fi ayi suratin ma sha'a rakkabak, dije se në çfarë do lloj forma ty të konstrukton atë. Se ka obligim çështë më të bëj. Në sa tjerë ka bu pak më ndryshe. I ka bu pak më ndryshe për me tregu se çështë ka pas mundësi ty më të bëj atë. Andaj mendon bukurinë jo në kuptim të vetë pëlqimit, apo do njerëz si qyren pasqyre, edhe shë bukurinë që Allahu xhallahu ala ka dhënë, me automatizëm i shfaqet vetë pëlqimi, e kibri e kështu me radhë. Jo apëta, por mediton pamjen e bukur që Allah ta ka dhënë. Jo vetëm pamjen e fytyrës, po në bukurinë e dorës vallahi, bukurinë e këmbës, bukurinë e veshit e syrit, në bukurinë e konstruktit që Allahu xhallahu ka krijuar, që të meditosh për krijuesin, për përgjegjësinë që i ki përballë ti krijuesi. Gjithë këtë krijimtari, apo e tërë kjo bukuri e dhënë, nuk është hoq, nuk është pa asgjë. Prandaj subhanallah, sikurse ka ardhur një grua dhe këtë do ta përmendem pikën vijuese, por ka të bëjë me bukurinë e jashtme kur dikon e mahnit dhe nuk e afron tek Allahu xhalla xhelaluhu. Nuk e afron tek Allahu xhalla xhelaluhu. Sa ka njerëz që Allah i ka bukuri, bukuria fatkeqësisht ka qenë muaj shkak që i ka larguar pe Allahu xhallahu ala. Bukuria ka qenë pikërisht ajo që i ka bërë që të mirë me punë dyta, të pesta kështu me radhë, naudhu billah. E Allahu po thotë, kjo bukuri duhet me të thyt tonë, jo me të mashtruar pe meje. S'on ta kom thon. Ti me këtë bukuri duhesh me ju kthy të bukurit. E jo me bukuri me shku tek çmtuarit. Ka se s'përputhet kjo. Andaj ka ndodhur një rast në kohën e Rabi ibn Khuthejmit, radiallahu anhu, wa rahimahullah, një dietar i madh, ka qenë një grua e njohur me bukurinë e saj në atë vend, e njohur me bukurinë e saj. Dhe e ka pas një burr, ndoshta u dok i bukur, kështu për jashtë, nuk e di çu do kapton, po mbrana ka qenë shumë i shëmtuar. Njëri që thot popullin dejuz, s'ka pikë xhelozie për gruën e vet, apo e ka mahnit veç bukuria e saj. Kryesoja shoqër që e kam qita, sa më rëndësi pastaj për tjerat, apo sikurse ka njerëz, nuk e shikon moral, nuk shikon gjëra të tjera, shikon në aspektin e jashtëm apo. Edhe para çfarë muhabeti bën burri me gruan. Gruaja i thot, çka të mërmenja, a ka mundsi me mashtruar Rabi ibn Khuthejmin në?
E thot kur s'mundesh me martuar. E çe martoi ti do që ka çpara atë. Para na burri me bën mohabet me martuar Rabi ibn Khuthaymin. Edhe gruaja zbukurohet, i jeshohet, apo edhe e mbulon fytyrën atë. E mbulon fytyrën për me pas mundësi qasi më afru te hoxha. Apo edhe shkon në emër të asaj me e pyet Rabi ibn Khuthaymin atë. Edhe pas se i afrohet dhe me pyet shehin në rruga, xhamia, ku do qoftë, edhe e zbulon fytyrën e saj, normalisht është përmend që ka qenë e njohur për bukurinë e saj në atë vend. Edhe fillon në emër të pyetjes për me dërgu sinjale për diçka tjetër atë, me josh Rabi ibn Khuthaymin, kënë e ka gjetë. Apo Rabi ibn Khuthaymin, apo i cili me bukurinë Allah xhallahu ala kur gjë të bukur mos ka pa atë. Me mallonjim për takim me Allah xhallahu ala kur gjë interesant si ka dokumenti atë. Apo edhe pas sa e ka pa bukurinë se gruaja ka ul shikimin dhe ka filluar me çajt atë. Ai ka thonë tash reagimi është normal, do për ballë se bukuria skahet, tash do të nisë tjetër. Apo me pa çarr me nisye, ju ka shtramu huna, ka një rrjedhimet apo, ama shton këtë bukuri po është çapo kanë. I ka thonë pse po kanë? Pse po çon? Ka thonë pa paramendoj këtë fytyrë të bukur kur e godet xhenimi çabu atë. Apo kur e prek gjerë me xhenimi çysh ki mu do ku e shkret atë. Kur bjen në varr e të haj krymat apo çysh do ku apo çat hera atë. Çat hera ki me kone bukur. E çat çysh ki mu do. Apo shikoj me çka ka lidh kë. Ha dikush bukurin, ajo me bukurinë e saj ka ardh, ke dikun tjetër me e qu, ky me bukurinë e saj ke dikun tjetër ka shkuar atë. Andaj besimtari duhet që çdo gjë të bukur në këtë botë që është, mos ta lidh zemrën me të. Mos ndale të e bukurinë, shka për te i saj. Shka për te i saj. Që të lidh me Allahun xhallahu ala atë. Qase kush e ka këtë bukuri? Allahu te barekuta. Wallahi ka mundësi më marr me i herë atë. Andaj mos i pëlqen askujt vetja vet. E mos të hinë hoj kërkut vetja vetë për pamen që e ka. Nëse mjafton, vallahi, mjafton një vitamin ilkurës me mungua, po, edhe me të hongër ftyrën komplet atë. Mjafton një mikrobi caktuar, veç, që ti nuk e sheh, nështë asë medicina s'ka mundësi me detektu, mjafton një, edhe me të bëjë që njerëz më dashëm ose pas mundësi më ofrua për të jeptë. Nga kundërmimi i erës së rënd që mund të shkakton smundje atë. A nuk e mendojnë njerëzit këtë? Kush ta ka jap këtë bukuri? Allahu xhallahu ala. Pa i ta merr, mos e keq përdor. Prandaj bukuria që Allahu ja ka jap njerëzve, duhet që ti bën ata Allahun ta falënderojnë. Ati ti përulen dhe ta dinë se me këtë bukuri duhet t'i afrojnë ati që va ka dhënë. E jo kjo bukuri ti mashtran e ti ikim pe ati që va ka dhënë këtë bukuri, e që fatkeqësisht sot bukuria e shumë njerëzve fatkeqësisht apo është bërë burim i fesadit, burim i çrregullimeve në tokë, burim i largimit nga Allahu xhallahu ala, e jo burim i afrimit tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj edhe kjo është ndikimi i dytë që më të përmend këtë pjesë të këtij dersi, që të meditojmë në bukuritë e Allahut azza xhel në këtë dunja, në ato që na rrethojnë, madje në vetveten tonë dhe gjithë ky meditim na afron tek Allahu xhallahu ala, na shton devotshmërinë, na shton bindjen, na shton nështrimin pa Allahu xhallahu xhelalu, e jo të na mashtron në udhubillah që për shkak të bukurive të caktuara të ikim prej Allahut subhanahu wa taala. Me kaq po i do fund se pjesë. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.